Shkak se nuk u bënën me vetëvendosjen. Ja, ky gabimi fatal i Lumir Abdixhikut. Hajde ta hapim Gabimi fatal i Lumir Abdixhikut. Sepse nëse ti për 4 vjet qeverisës, po tregoj unë tash. S'ka bërë kur Ti më bën pyetjen e po ja përgjigje. Nëse më bë pyetjen për të përgjigjen. Pra, në rast se 4 vjet, a ka qenë 2021, 2025 Albin Kurti në pushtet. Edhe Lumir Abdixhikut gjithkohën e ka kritikuar pushtetin e Albin Kurtit. Na prishin e miqt amerikan. Ne bëni top. Dhe mendon shkurt që morën një rezultat. Rezultati i LDK-s ishte 17%, i PDK-s ishte diku 19-20. I AK-s ishte me nismën 7%. Dhe ishte mundësia me kriju tash, nëse PDK-ja ka kundër qeverisë së Albin Kurtit. LDK-ja kundër qeverisë së Albin Kurtit. AK-ja kundër qeverisë së Albin Kurtit. Tu kriju mundësia për me kriju një koalicion të opozitës, me bënë qeveri të opozitës, ti nuk e bëne, thë unë du me najt as me vetëvendosjen e as me këta tjerë. Ky është ndëshkimi për Lumirin. Nuk është ndëshkimi pse nuk e ka çu votat të Albin Kurtit, sepse në qytetar që kish menuar që duhet vetëvendosja me vazhdu me qeverisë, nuk ja jep votën në pyetje për ty. Votën direkt vetës. Në pyetje për ty. Ai shkon po, do të kthehem te ti krenar. Ai shkon më shumë në interes LDK-s të jetë më afër vetëvendosjes apo PDK-s? Unë mendoj tash opozitës, për shkak se domosdoshmërisht kur jeni kohë gjatë bashkë me partitë tjera në opozitë, po normalisht PDK në opozitë. Në pozitë dhe në rast se ti bashkë se është çështje për shkuar majtas ose djathtas për të marrë vendim se ky tha që ai pozicioni i Asnjanës i ka shkuar për dëm, apo? Absolutisht. Unë mendoj që kjo është ndeshkimi pozicioni i Asnjanës që i ka dëm. Pozicioni i Asnjanës. Tani janë